Ish ministri i bujqësisë nga radhët e LSDM-s, Ljupço Nikolovski, e ka akuzuar pasardhësin e tij, Cvetan Tripunovski, se e ka quar bujqësinë në kolaps për shkak të ignorancës, paaftësisë, keqdashjes e kërcënimeve. Kishte shkurtime nga të gjitha anët, nga të gjitha programet dhe nga të gjitha masat. Jo vetëm që kishte shkurtime, por masat dhe programet të tëra për fermerët janë shfuqizuar ose pezulluar, ka deklaruar Nikolovski. Ai tha se VMRO dhe Tripunovski e kanë shëndëruar ministrinë në kompaninë e tyre private për interesa biznesi dhe partijake. Nikolovski ka deklaruar se grupi parlamentar i LSDM-s ka nënshkruar një interpelancë për punën e ministrit Tripunovski. Od neznanje, nesposobnost. Arsyeja e parë dhe kryesore është korrupsioni dhe skandalet. Bashkëpunëtorët të më të ngushtë të ministrit, drejtori i Agjencisë së Pagesave dhe drejtori i Inspektoratit të Bujqësisë u kapën në flagrancë me 50.000 dhe 100.000 euro rishfet. Është inspektorati i cili me propozim të kësaj qeverie u vu drejt për drejt në varësinë e ministrisë në mënyrë që ministri të kishte kontroll më të madh. Këto nuk janë raste të izoluara, por prova të qarta të një sistemi të vendosur korrupsioni. Prandaj, ky ministër duhet të mbahet përgjegjës. Ka reaguar ministri Tripunovski, i cili thekson se Ljupço Nikolovski është politikisht inekzistent, ndërsa partia e tij është thjesht një inventar që po zhduket ngadalë. Vlerësimi yt po bie aq poshtë sa ke thyer çdo fund. Interpelanca që paraqitet për mua është po aq e paligjshme sa je ti i paligjshëm në SDS. Interpelanca do të jetë po aq e pasuksesshme sa mandati yt si ministër i bujqësisë dhe si oficer antikorrupsion, aq e parëndësishme sa ishte e parëndësishme sekuestrimi yt i 30 kilogramëve gjallë, ka shkruar ministri.